PDK, ju PDK-ja, një pjesë e PDK-s dhe një pjesë e LDK-s, tash po flasim për pjesë, kundrejt dhe vendosjes dhe jeni tashmë i tharë, jeni bashk koordinimi partive opozitare PDK, LDK, AK. Unë e konsideroj kështu. A egzistoni si grup, s'po thoma, jeni deep state kështu për mas, asë nuk vinë konspiracione, po pështëri si pyetje. Për parim Roma, ju jeni pikritarë ma tash për kundrejt zotë. Unë e përdu me definu pak ma ndryshe. Të paktën une, me këtë mendësin teme, asë një koalicion, asë një marveshje nuk e bojmë kundër kërkujt. Na bojmë koalicione, marveshje, performance për përmirësimin e gjendjes në Kosovë, për një tarme më të mirë të Kosovës, për një tarme më të mirë të Prishtinës, Prizrenit, Pejës, Gjakovës, Ferizajt, e jo kundër dikujt. Fakti është që ekziston një pengesë serioze që një përparim për mu realizu. E që e pengesa serioze aktualisht është mënyra se çush po qeverisë vetëvendose. Nuk kemi të bëjmë këtu me emrat njerëzve me individ. Mënyra, modeli i qeverisjes që deri më tani e kemi pa, është një dështim total. Kjo mënyrë e qeverisjes duhet largohet, duhet të qelë rrugën partive tjera, edhe marrëveshjet, koalicionet, bisedimet bëhen për një tarme më të mirë, për një qeverisje më të mirë, për një performancë më të mirë, e jo kundër dikujt tjetër, kushdo qoftë. Kushtetuta dhashe parashe është, situatë e jashtëzakonshme, domethënë është e pamundë një zë tillë. Po thoni që nëse shkojmë zgjedhje të jashtëzakonshme, bëni koalicion i tillë? Personalisht shumë vështirë është mundësinë e bashkëpunimit me mendësinë çush e ka vetëvendosja. Me një parti totalitare. E shihni si pengesë, si opinion. Po ju a jeni pro apo kundër një koalicioni PDK-s me lëvizjen vendosje? Po shikoj, kjo nuk është çështje që më varet për mendimin tim. Do të mirët vendim kryesi, do diskutohet organet partisë. Ju jeni edhe pjesë e saj edhe ju, zoti. Po unë personalisht nuk jam shumë optimist që ajo mund të funksionojë. Tu e pas parasysh mënyrën se çu funksionon vetëvendosja, edhe tu e pas parasysh që to 6 vjet të fundit çysh kanë funksionuar, çysh kanë performuar, edhe çysh janë sjell, shumë vështirë me bashkëpunu me ata njerëz. Shumë vështirë me bashkëpunu me njerëz të cilët nuk ta çelin telefonin, të cilët nuk ta kthejnë emailin, të cilët nuk të vinë takim, të cilët s'mundesh me kontaktu me ta fizikisht. Çysh me bashkëpunu me ata njerëz? Është i pamundur bashkëpunimi me vendosjen zoti? Është shumë i vështirë. Shumë i vështirë. Edhe për këtë mënyrë çysh ata funksionojnë. Unë nuk tham i pamundur kur, por shumë i vështirë. Zoti Totaj, pe marrëm sikur të mirëqenie, një koalicion, zatën opinioni është i ndomë, thonë që zoti Kurti ka synimin kryesor, me bë bashkë PDK, LDK edhe AK-n, e njerëzit me zgjedhje të jashtëzakonshme, edhe me këto me këtë sentimentin krejt mu kanë bë kundër, edhe ai më marr 80%. Edhe me shumë opozitë. Mirë po mirë Tirnej ku e Diramës që ka vepruar në Shqipëri. Mirë përmend. Domethënë ai nuk mendon për performancë, nuk mendon për projekte, nuk mendon për kvalitet jetës, po mendon çysh me hasmu ato me këto, çysh me ngatru këta, çysh me marr këto, çysh me blloku ato, çysh me marr ato. Ku është mendësia më fol për projekte, për rrugë, për institucione, për integrime, për gazin amerikan, për bashkëpunimin ndërkombëtar, për partneritet me Evropën perëndimore dhe me Amerikën. Pse s'po flet për çato gjona, po flet ti bëj këta bashk, ti hasmoj, ti marr çato, ti jap çato, çfarë logjika është? Ku jemi të shku? A besoni si zoti Kurti po don prap zgjedhje të jashtëzakonshme? Ti ditë që këto zgjedhje nuk ka qenë kërkesa për projekt, ka qenë zgjedhja të qartë. I ka kërkuar 600.000 vota për me mbyll shtizet të gjithë opozitës. Ka qenë pe deklaratave më të famshme tina. I dojmë si 5.000 vota, të jam mbyllëm të gjitha shtizet opozitës. Këto është në pyetje mendësia e zotit Kurti. Të paktën mënyrën çush ka funksionuar te tash. Kur gjë s'është e sigurt, është një pikpyetje e madhe për çdo gjë që ja thot ai edhe për çdo gjë që e bën dhe që e vepron. Çka do që ka thonë në fushat para zgjedhore, ma herët sa ako në opozitë, a ka respektu diçka? Gjoma një premtim që e ka majtë. Pse mi besu që tash? Ku e majtë një premtim? Ku e pat një sjellje të kujdesshme? Ku e pat një konsiderat ndaj një individi kush do qofta që e ka dhënë kontribut për këtë shtet? Ofendo qërimtarët, ofendo Isa Bustafën, ofendo nënçmo aktivistët e partive tjera. Sa ofendimin ma kanë bëu mua, personal edhe familjar, menja s'ta merr. Qysh mi besu ati njeri? Qysh me bashkëqeverisë me to? Sipas jush, jeni ballafaqsuar me zotin Kurtin dy palë zgjedhje. Pa marr ballotazhin, edhe herën e parë dhe herën e dytë. Sosë ka qenë ironia, Kurti e ka çuar qeverinë në Prizren. Jeni ballafaqsuar drejt për drejt me ta. Për Prizren mund të çuar qeverinë sa herë don, pa me fitu s'fiton. Për Prizren në flas. Po tash drejt, sikur është ballafaqsuar me to drejt për drejt në konkurrim. A beson se zoti Kurti është interesuar për krimin e institucioneve? Me mënyrën se çish po funksionon, çish po shprehet, çish po vepron, po tregon që nuk është i interesuar. Se institucionet i ka pas mundësi me bëni president me marrëveshje,
e ka pas qeverinë me 51%, edhe ka pas mundësi çdo vendim në parlament me shty, edhe me bon punë shumë të mira për Kosovën. Pa ai nuk po don me qeverisë, ose nuk po din me qeverisë. Edhe vazhdimisht ka hime një rreth vicioz, zgjedhja, partia, që çash deputet pe hek këto, pe marr këto, pe bojnë ato, po shkojnë në zgjedhje, pe bojnë ku jemi të shku në këtë mënyrë të mendumin. Rreth vicioz. Hajde ti kthehemi integrimeve evropiane amerikane, hajde ti kthehemi bashkëpunimit me Amerikën, gazet amerikan, investitorëve të jashtëm, performancës buxhetore, investimeve kapitale, ku janë këto tema? Jipën